Vora dhe Flamurtari kanë ndarë pikët në barazimin pa gola me Styren në ndeshjen që hapi javën e 22 të superiores. Ekipi Vorës ishte ai i cili kërkoi dhe ju afrua më shumë golit, duke goditur edhe transversën e portës Vlonjate, por paja dalë në fund të tundrjetën. Kështu skuadra e Bellait u desh të kënaqej me vetëm një pikë, ashtu si edhe Flamurtari që mbylli një transfert me rezultat pozitiv, që ndihmon për të qëndruar përkohësisht jashtë dyshës së fundit. Flamurtari kishte mundësinë e parë të shënimit në minutën e 32 me Bolzan, por topi shkon shumë pranë rjetës së jashtme. Në minutën e 33 ka pretendime për penallti nga Vorakët, por Jorgjic sinjalizon pozicion jashtëloje. Në minutën e 69 ka sërish pretendim për penallti nga Vora. Çantakias dëshkohet me të verdh pas faullit të kryer. Në minutën e 75 topi i Trashit nuk përfundon te MMA dhe sfumohet mundësia e mirë që Flamurtari kishte për të kaluar në avantazh. Në minutën e 87 sërish Vora pretendon për një prekje topi me dorë në zonën e Vlonjatëve, por Jorgji lë lojën të vazhdoj dhe pas një verifikimi nga vari konfirmon këtë vendim. Pas ndeshjes, trajneri i Flamurtarit Francesco Moriero u shpreh: Sot bëm një ndeshje të pisët, nuk ishte e thjesht. Kemi pak raste në krahasim me ndeshjet e tjera. Ndeshjet në momenti që si fiton, të paktën nuk duhet i humbësh. Duhet të përmendim që kemi lojtarë që duhet të marrin gjendjen e tyre. Sot luajtë me një lojtar 17 vjeçar. Bëm çfarë bëm, morëm një pikë. Të ikim në shtëpi dhe të mendojmë për ndeshjen e radhës. E ndryshuam skemën sepse kemi lojtarë dhe talent si Hetemi, bëri 45 minuta goxha të mira. Duhet ta përsëris, që mos të harrojmë që kemi lojtarë që s'janë në gjendjen e tyre më të mirë. U mundova të luaja me të gjithë lojtarët ofensiv që kisha në gjendje sot. Sa i përket ndeshjeve të tjera, sot më pëlqeu, sepse ishim më konkret. Sot na ndodhi ajo që ndodh shpesh, që me një rast që ka kundërshtari, pësojmë gol. Në këtë periudhë gjëja më e rëndësishme është të marrim pikë. Këto janë mënyra se si shkojnë ndeshjet. Në fushë është gjithmonë ekipi kundërshtar që të studion, siç bëjmë edhe ne. Më pëlqen që të dal me topin poshtë, të luaj futboll. Ka ndeshje që kundërshtarët nuk të lënë të ndërtosh dhe duhet të gjesh opsionin për të shkuar para me top të gjatë. Sot ishte një ndeshje e tillë, ta pranojmë dhe të ecim përpara. Në ndeshjet e tjera ekipet nuk na kanë vënë në vështirësi. Bëjmë atë që dim të bëjmë më mirë, ndonjëherë del edhe ndonjëherë s'del. Është normale kur unë i kritikoj. Duhet të kuptojmë edhe presionin e ndeshjeve dhe të pikëve, është pjesë e futbollit. Duke parë renditjen, do kishit firmosur për këtë barazim përpara ndeshjes? Çështja është se duhet të shohësh dhe problemet që kemi. Mungon Maksuti, Bolzan ka 3 muaj që nuk luan dhe MMA ka 4 muaj. Ne futemi gjithmonë për rezultat. Ndërkaq ndeshjen e radhës Flamurtari e ka të jetë të vështirë dhe pret Egnatia në Vlorë. Takimi do të luhet të premten më 6 shkurt, duke nisur nga ora 19.